Ju falenderojmë që u përgjigjet ftesës së Bankës së Shqipërisë për të marrë pjesë në këtë ekspozit, e cila është një fragment, vetëm një fragment në miniaturë i një ekspozite shumë të pasur edhe shumë të zgjeruar që ne kemi ngritur rishtazi në ambientet e Bankës Qendrore në Tiranë dhe natyrisht cili do nga ju është i ftuar ta vizitoj, por sa t'i krijohet mundësia. Banka e Shqipërisë, përveç detyrave që i ngarkon ligji, ka dhe një mision tjetër, fisnik, dhe që duhet ta kryej në çdo moment pavarësisht detyrave të tjera të rëndësishme që ligji, koha apo ekonomia i ngarkojnë. Dhe kjo detyrë është të përpiqet të jetë sa më pranë publikut, ta ndihmojë publikun të ngrërë nivelin e edukimit financiar dhe mbi të gjitha ta ndihmojë kujtesën, memorien tonë historike, që mos të harrojmë asnjë moment kush është identiteti ynë kombëtar dhe në sa shumë element ky identitet është i shprehur dhe një nga elementet i cili është jo vetëm për identitetin e shqiptarit pjesë e rëndësishme e memorjes e qenies tonë si kombë shqiptar, por në çdo kombë tjetër të botës është paraja. Sepse paraja që në momentin që është krijuar, që në gjenezën e vetë, është konceptuar si një shprehje e identitetit të çdo kombi të cilit ajo ka vendosur t'i shërbejë. Si e realizon paraja këtë mision? Natyrisht, përmes mishërimit, përmes gdhëndjes në veten e vetë, qoftë në kartë monedhë, qoftë në monedhë, i atyre elementve që i kujtojnë çdo populli çfarë e bën të veçantë në krahasim me popujt e tjerë. Çfarë i ka mësuar historia, çfarë vuajtjesh, krizash, betejash i është dashur të kaloj për të mbijetuar dhe për të mos shuar të qenurit komb i veçantë. Dhe Shqipëria, natyrisht, është përpjekur që këtë identitet kombëtar ta mishërojë edhe në gjithë seri, në gjithë gjenezën, që nga momenti i parë i krijimit të monedhës dhe kartmonedhës shqiptare deri në ditët tona. Ne si Bankë Qendrore kemi kuptuar më së miri këtë mision dhe jemi përpjekur që jo vetëm ta mishërojmë sa herë që vendosim të dizenjojmë një monedhë të re, sa herë që vendosim të rifreskojmë serinë e kartmonedhave të lekut, kartmonedha dhe monedhave tona, gjithmonë përpiqemi të mendojmë thellësisht, të konsultohemi, të tërheqim mendimin e ekspertëve, të historianëve për të kuptuar cila është ajo që na përfaqëson më së miri ne si kombë dhe le të marrim një pjesë të këtij elementi të rëndësishëm përfaqësimi dhe ta mishërojmë në kartmonedhën ose në monedhën sipas momentit çfarë ne jemi duke projektuar ose duke dizenjuar. Dhe për shkak të popularitetit që dhe seria e monedhës dhe kartmonedhës që është sot aktive në ekonominë shqiptare, për shkak të dashurisë, për shkak të rezistencës që kjo ka pasur në këto vite, edhe kundrejt përpjekjeve për ta falsifikuar, na tregon që populli shqiptar e ka përqafuar, si thuash, atë ide që ne kemi përzgjedhur për ta mishëruar në serinë e monedhave dhe kartmonedhave tona dhe ka gjetur veten aty. Dhe unë gjej momentin tani për t'ju rikujtuar edhe një herë, sikurse e bëjmë sa herë që kemi mundësi, shikojini me vëmendje kartmonedhat dhe monedhat, jo vetëm si një mjet këmbimi. Përpiquni të lexoni çfarë gjeni në sipërfaqen e tyre. Ti shikoni vetëm si vepra arti, sepse në fakt janë vepra arti. Janë artistët ata që e kanë dizenjuar pavarësisht se idenë e kanë dhënë historianët, pra janë vepra arti në miniaturë, po mbi të gjitha janë pjesë e historisë tonë kombëtare dhe na kujtojnë her pas here element që ndoshta ngarkesat e kohës, ngarkesat e jetës mund të na bëjnë që t'i harrojnë. Në këtë përpjekje për të forcuar ndjenjën tonë kombëtare, për të kuptuar sa të hershme janë gjurmët e zhvillimit të sektorit financiar, po sidomos përfaqësuesit të këtij sektori që është paraja, ne menduam të ngrinim një ekspozit. Thash, kjo është vetëm një fragment, kjo që ne kemi sjellë sot këtu, shumë të gjerë dhe të larmishme e kemi në Tiranë, dhe përpara kësaj është paraprir kjo iniciativë nga një punë shumë e gjerë, nga një punë që ka kushtuar njerëz, po ndoshta edhe financa, për të realizuar zgjerimin e njohurive që ne kishim mbi
historinë e financave shqiptare, mbi përpjekjet që shqiptarët kanë bërë që në kryeterës për të patur një pavarësi dhe një sovranitet jo vetëm kombëtar, por edhe financiar. Dhe studiusit tanë kanë punuar për një kohë shumë të gjatë në arkivat e shtetit të Romës, dhe më duhet të them që është edhe pjesë e krenarisë tonë, ku ne shohim që në arkivën e shtetit të Romës, në arkivën e Romës të shtetit italian, një volum jashtëzakonisht të madh, jashtëzakonisht voluminoz, më duhet të them surprizë për ne dhe për studiusit tanë, zë pjesë e arkivave që ata kanë transferuar nga Shqipëria në arkivën e Romës. Kështu që të gjithë studiusit, nëse duan të zbulojnë, të zgjerojnë horizontin mbi të shkuarën tonë, jo vetëm ekonomike, jo vetëm historike, por edhe financiare, pra historinë e financave tona, një arkiv voluminoze pret në arkivën e Romës për të eksploruar, për të zbuluar dhe për të përkthyer në histori të kombit tonë, në histori të financave tona, e cila tjetë e prekshme për studiusit shqiptar, por edhe për publikun e thjeshtë. Dhe përfaqësuesit tanë kanë filluar këtë punë, një volum të madh faqesh janë shfletuar, janë përkthyer në informacione të cilat do të keni mundësi t'i prekni pjesërisht edhe juve sot, por natyrisht është bërë vetëm një pjesë e vogël e asaj pune që pret atje për të eksploruar nga studiusit tanë dhe cili do që ka pasion të zgjeroj informacioni dhe të ndjehet gjithnjë më shumë krenar për të shkuarën tonë. Si e kemi konceptuar ne këtë ekspozit? Ne e kemi konceptuar si një udhëtim në kohë, udhëtim nga dekada në dekadë, nga një periudhë historike e cila është karakterizuar nga një fizionomi e veçantë në një periudhë tjetër historike e cila ka pasur shqetësime të një natyre krejt tjetër. Natyrisht nuk mund të pasqyronim të gjitha, si të thuash, paraprirjet e qarkullimit të monedhës në Shqipëri, e cila është një tematik tjetër gjerësisht e elaboruar në një muze që ne kemi Bankën e Shqipërisë dhe përsërigji momentin që t'ju ftoj ta vizitoni. Pra ky muze ka qenë më pari i ndërtuar, të paktën prej momentit që godina e Bankës Qendrore është rinovuar, ka të paktën 10 vjet që është e gatshme për t'u vizituar prej publikut, po kjo ekspozit është diçka tjetër, është diçka e re, është diçka e hulumtuar nga studiusit tanë, që nuk ka ekzistuar më parë në databazën e informacioneve mbi historinë e financave shqiptare. Dhe kemi konceptuar, sikur se thash, si një udhëtim në kohë. Ne ju ftojmë ju të udhëtoni në disa epoka përmes kësaj ekspozite në miniaturë, duke filluar nga fundi i shekullit të 19. Natyrisht tu kemi periudhën e rilindjes kombëtare, por nuk është herët, edhe pse është periudha e rilindjes kombëtare kur ende nuk ishim një shtet të konfiguruar shqiptar, dhe elita e mendimit shqiptar, që ne kemi zgjedhur ta përfaqësojmë përmes figurës së Sami Frashit, sepse ky është koncepti që kemi zgjedhur. Në secilën nga epokat që kemi përfaqësuar në këtë ekspozit, kemi zgjedhur një figurë qendrore rreth të cilës ne paraqisim të gjithë tërësinë e dokumentave, imazheve, fotografive, fakteve që kemi arritur të selektojmë nga kjo periudhë dhe që demonstrojnë më së miri zhvillimin e financave aq fëminore, aq në faza fillestare që mund të kenë qenë në atë periudhë. Dhe në periudhën e rilindjes ne gjejmë Sami Frashin, atë mendimtar të ndritur të rilindjes shqiptare dhe të gjithë historisë së Shqipërisë, i cili flet për domosdoshmërinë që ky shtet, të cilin ai e kishte thjesht vizion dhe përpiqej ta konturonte, ta ravizonte se si e shikonte ai se do të ishte një shtet i arshëm shqiptar, të mos haronte të kujtonte se ky shtet duhet të ketë edhe një bankë të vetëm. Dhe është një surprizë shumë e bukur ta gjejmë këtë të dokumentuar që në periudhën e rilindjes, të thënë nga Sami Frashi. Pastaj do të vazhdojmë udhëtimin tonë në një periudhë tjetër, e cila i takon asaj që ne i quajmë periudha e pavarësisë kombëtare, dhe natyrisht kjo periudhë është konfiguruar, është konceptuar të vi përreth figurës së Ismail Qemalit, i cili krahas përpjekjeve për themelimin e këtij shteti të ri shqiptar, e ka mjaftueshëm njohurinë, vizionin, intelektin, të kuptoj që ky shtet shqiptar që të ketë sovranitet plot duhet të ketë dhe sovranitet financiar, prandaj duhet të ketë bankën e vet kombëtare. Dhe kjo tani nuk është më thjesht një ide, po fillon të kthehet në një iniciativë të materializuar në disa përpjekje fillestare, por natyrisht pa arritur që ta finalizoj këtë përpjekje në një produkt, pra në themelimin e bankës së parë kombëtare, e cila arrin të bëhet
si thuash, realitet, vetëm në vitin 2025, dhe këtu kalojmë në një etapë tjetër përmes ekspozitës tonë, që është një blok qendror, sepse kemi themelet e krijimit të sistemit financiar shqiptar të Bankës Qendrore Shqiptare, dhe këtu për herë të parë kemi disa zhvillime shumë të rëndësishme, sikurse është për herë të parë kemi ligjin e rregullimit të monedhës shqiptare, kemi konceptin e bankës, konceptin e kreditit, konceptin e kursimit, për herë të parë pra kemi koncepte që lidhen me qenien e një banke kombëtare dhe me qenien dhe me emetimin për herë të parë të paras shqiptare. Dhe këtu kemi fillimin e asaj, po themi, tradite e cila është pasuruar në vitet e mëpasme dhe që i takon ides së paras në gjithë botën. Paraja duhet të mishëroj identitetin e kombit. Dhe që në fillimet e emetimit paras parë shqiptare, mbas 2025, pra mbas themelimit të Bankës Kombëtare Shqiptare, ne kemi dizenjimin e monedhave të para me figura që i takojnë realitetit shqiptar, me figura që i takojnë portretit të një shqiptari, shqetësimit që shqiptarët kanë atë kohë të shprehur përmes fotografive që ne i gjejmë në kartë monedhat dhe në monedhat e asaj kohe, dhe që unë edhe sot i gjej disa fotografi të jashtëzakonshme, jashtëzakonisht të bukura dhe shprehëse, edhe të racës shqiptare, që është një racë e bukur dhe një racë dinamike, por edhe të gjithë elementeve të kulturës që i takojnë veshjes shqiptare, prezantimit të Shqipërisë në raport me realitetin ekonomik të asaj kohe. Vijon udhëtimi jonë në vitet 39-44, kur është një periudhë natyrisht e trazuar nga të tjera shqetësime, si gjithë bota edhe Shqipëria, dhe ne gjejmë përmes dokumentave që i takojnë seksionit të kësaj periudhe në ekspozitën tonë të vogël, ne shohim se si ndërthuren në një përpjekje mbijetese shteti dhe financat gjatë kësaj periudhe. E megjithatë, kemi përfaqësues jashtëzakonisht dinjitoz të financave shqiptare dhe të historisë shqiptare, sikurse është figura e Mitrush Kutelit, rreth të cilit ne kemi konfiguruar dekadën ose periudhën që i takon kjo epokë e zhvillimit dhe kjo epokë e historisë shqiptare, pra 39-44. Mitrush Kuteli është përfaqësuesi më dinjitos që ne kemi zgjedhur, sepse është jo vetëm ai shkrimtari që përpiqet të gjejë gjuhën për të mbritur te zëmrat e publikut dhe te shqetësimet e shoqërisë shqiptare, por është edhe ai financieri brillant, i cili përpiqet që ta mbajë sistemin financiar shqiptar sa më të gjallë që ai mundet me dije dhe me përpjekjet e veta. Kalojmë udhëtimin ton dhe vim në periudhën e pas çlirimit, kur kemi natyrisht aty lindin filizat e një sistemi krejtëri ekonomik, që është sistemi i ekonomisë centralizuar, por ama kemi edhe momentin kur Banka Kombëtare e Shqipërisë tani shtetëzohet, bëhet një bankë shtetërore dhe gjithë fizionomia e një shteti diktatorial që po lind e gjen veten të shprehur përsëri në monedhën dhe në kartë monedhën shqiptare. E megjithatë kjo shoqërohet edhe me disa element të cilët ne e lexojmë historinë, na bëjnë të lexojmë historinë e ekonomisë dhe të Shqipërisë vetë nga 44 deri në 90, sepse shohim që vërtet paraja është demonstrim i një shoqërie ku sundon diktatura, të një shoqërie ku mungon liria ekonomike, të një shoqërie ku mungon liria sociale, por ama kemi shoqëri e cila po bën disa hapa të reja në zhvillimin ekonomik, sikurse është disa hapa në industrializim, disa hapa në zhvillimin e bujqësisë, dhe të gjitha këto tematika ne i gjejmë të mishëruara në kartë monedhat e kësaj periudhe. Pra, kemi një shtet diktatorial që gjithsesi përpiqet të krijojë ikonografin fillestare të paras në realitetin ekonomisë shqiptare. Kalojmë pastaj pas viteve 90, ku unë jam e bindur që gjithë secili do të ketë kujtimet e veta në dokumentacionin që ne kemi zgjedhur të paraqisim këtu dhe që i takon kësaj periudhe, sepse është memoria jonë shumë e gjallë e kësaj periudhe, dhe ne këtu shohim në dokumenta përpjekjen e Bankës së Shqipërisë, e Bankës Qendrore dhe përpjekjen e paras shqiptare për të përshtatur me një realitet të panjohur më parë, me një realitet të ri, të një ekonomie tregu që po lind, po të një ekonomie tregu që s'ka akoma rregulla të qarta funksionimi, dhe banka së bashku me paranë shqiptare në këtë periudhë i shohim se si përpiqen që të rigjejnë veten dhe të rifitojnë besimin e publikut. Dhe më duhet të them që e ka bërë mjaft mirë këtë punë
paraja shqiptare dhe Banka Qendrore, sepse deri sot leku shqiptar ka demonstruar që e ka fituar besimin e publikut, sepse asnjëherë paraja dhe Banka Qendrore nuk e kanë zhgënjyer publikun, nuk ka njohur tronditje të thella sikurse ekonomitë të tjera mund të kenë ndodhur, dhe leku shqiptar e ka merituar respektin dhe reputacionin që ai ka në ambientin ekonomik shqiptar. Dhe kalojmë në seksionin tjetër, në këtë udhëtimin tonë virtual, po jo vetëm virtual, në miniatur mund të themi, në periudhën e zhvillimit të më vonshëm, në ditët e sotme, ku sot ne kemi një bankë qendrore, me plot gojën, mund të themi është një bankë moderne, e denjë të ulet si e barabartë në tryezat e bankave të vendeve më të zhvilluara europiane, që ka një staf të barabartë dhe që ka demonstruar që të jetë i njëjtë me ekspertët që kanë bankat tona homologe. Kemi një bankë qendrore që e ka drejtuar sistemi financiar, jo vetëm drejt një sistemi financiar me stabilitet të pacënuar deri sot, por po flasim për antarësim në SEPA, po flasim për të tjera sisteme të pagesave të shpejta për cilat ne jemi duke punuar, po flasim për integrim të Shqipërisë në sistemin financiar europian përpara se Shqipëria të bëj pjesë me të drejta të plota pra të jetë antare e Bashkimit Evropian. Sistemi financiar e ka çelur portën për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian përmes antarësimit në SEPA dhe përmes aksesimeve të tjera në të gjitha standardet, platformat të cilat drejtojnë një sistem të shëndetshëm financiar në të gjithë botën, po sidomos në Bashkimin Evropian. Unë ju falenderoj që jeni sot këtu, sepse kemi zgjedhur këtë mënyrë si një moment për të dialoguar me njëri tjetrin, për t'i dedikuar pak kohë historisë sonë monetare, për të kujtuar disa gjëra që ndoshta i kemi harruar, po dhe për të mësuar disa gjëra që nuk i kemi ditur, dhe mbi të gjitha për të kuptuar sa e lashtë është përpjekja e shqiptarit për të qenë sovran ekonomikisht, politikisht dhe sidomos financiarisht. Ju ftoj ta vizitojmë depozitën, të dëgjoni shpjegimin e shkëlqyer të ekspertëve tona dhe të gjeni rastin me një gotë të thoni gëzuar me njëri tjetrin. Ju falenderoj që erdhët.